Elhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahu i lartësuar thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur robët e mi të pyesin ty për mua, thuaju atyre që un jam afër, un ja pranoj lutjen atij që më lutet. Sillet në një transmetim se shokët e profetit e pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟" فأنزل الله تعالى قوله: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب." Than: "O i dërguari i Allahut, Zoti ynë, a është afër dhe kështu ne t'i drejtohemi atij me zot ulët, apo është larg dhe ne t'i drejtohemi me zot të lartë me thirrje?" Dhe zbriti ky ajet i Kuranit: "Kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër", domethënë thuaju atyre unë jam afër. Allahu i lartësuar është afër robëve të tij. Ai është afër tyre me dijen e tij, së pari me dijen e tij. Kështu pra Allahu i lartësuar është afër me dijen e tij dhe kjo afërsi nënkupton afërsinë me dije ndaj të gjithë krijesave. Me dijen e tij Allahu është afër të gjitha krijesave. Së dyti, Allahu i lartësuar është afër robëve të tij të mirë. Pa pranon lutjet, pa pranon veprat, i ndihmon dhe u jep sukses. Atëherë, kjo afërsi nënkupton pranimin e lutjeve, pranimin e veprave, suksesin dhe ndihmën që Allahu i lartësuar u jep robëve të mirë besimtar. Fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Unë ja pranoj lutjen lutësit kur më lutet. Kush i lutet Allahut, Allahu është afër dhe ja pranon lutjen atij. Përderisa Allahu është afër, atëherë nuk ka pse njeriu të drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut që lutjen t'ia përcjellë Allahut të lartësuar. Sepse Allahu është afër lutësit. Kështu që t'i lutemi Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të mos marrim ndërmjetës për t'u lutur Allahut subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Prandaj thot, le të më përgjigjen mua. Ti përgjigjesh Allahut do të thënë ti bindesh atij, duke zbatuar urdhrat e tij dhe duke u larguar nga gjërat që ai ka ndaluar. Tu bindemi me urdhrave të Allahut. Ti zbatojmë urdhrat e tij. Heqim dorë nga gjërat që ka ndaluar Allahu i lartësuar. Dhe kjo është edhe sebeb për pranimin e lutjes. Le të më përgjigjen mua, thot, duke zbatuar urdhrat dhe duke hequr dorë nga gjunahet dhe le të më besojnë. Besimi Imani pra e shtyn njeriu që t'i bindet Allahut. Kush ka iman i bindet Allahut, i zbaton urdhrat e tij dhe heq dorë nga gjërat që ka ndaluar Allahu i lartësuar. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë tek unë në mënyrë që të orientohen për të mirat e dunjos dhe të ahiretit. Kush beson të kryen vepra të mira, Allahu i lartësuar e udhëzon. Allahu ja shton udhëzimin. Allahu jep dije të dobishme me të cilën ky njeri mund ndalloj të mirën nga e keqja, me të cilën orientohet për të mirat e dunjos dhe të ahiretit. Atëherë, nëse robi bën sebebet e pranimit të lutjes, dhe nga sebebet është që të jetë besimtar i mirë, që të zbatojë urdhrat e Allahut, të largohet nga gjunahet, që ka përmendur Allahu i lartësuar në ajetin e Kuranit. Falyastajibu li walyu'minu bi, thot, le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë tek unë. Pra nëse njeriu plotson shkaqet e pranimit të lutjes, dhe një nga shkaqet është që të jetë besimtar i mirë, që të zbatojë urdhrat dhe të heqë dorë nga gjunahet. Dhe nuk ka ndonjë pengesë për pranimin e lutjes. Pengesë për shembull është të ngrënit dhe të pirit haram. Ushqimi dhe pija haram mund të jetë pengesë për pranimin e lutjes. Pra s'ka pengesë për pranimin e lutjes dhe bën një lutje të lishme, lutje të lejushme, jo lutje të palishme. Me zemër të përqendruar dhe të përulur për Allahun të lartësuar, këtij robi Allahu e pranon lutjen, se Allahu është afër dhe Allahu ka premtuar pranimin e lutjes. Do të unë ja pranoj lutjen atij që më lutet. Ndaj përpiqemi të bëjmë shkaqet e pranimit të lutjes. Dhe thash që një shkak është imani dhe veprat e mira. Të bëjmë shkaqet e pranimit të lutjes, të ruhemi nga ato gjëra që janë pengesë për pranimin e lutjes, siç është ushqimi dhe pija haram, dhe të bëjmë lutje të lishme, jo lutje që përbën mëkat apo kputje të lidhjeve farefisnore,
E të drejtohemi Allahut të lartësuar me përulje dhe përqendrim kur të lutemi dhe lutja pranohet, sepse e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet Kuranit. Sillet në një hadith se shokët e profetit e kanë pyetur profetin ton, pra se profeti ka thënë ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa ataahu Allahu biha ihda thalath. Çdo musliman që bën një lutje që nuk përbën mëkat dhe as kputje të lidhjeve farefisnore, Allahu lartësuar do t'i jap njërin prej këtyre 3 gjërave. Ose do t'ja pranoj lutjen, ose do t'i jap atë që kërkon, ose do t'ja ruaj si shpërblim për në ditën e gjykimit të lutje, ose do t'i shmang një të keqe që është po aq sa ajo e mira që kërkon. Sa në dërguar Allahut, nëse është kështu, atëherë po bëjmë shumë lutje. Sa profeti, atëherë dhe mirësitë që do t'u jap Allahu i lartësuar do të jenë më shumë. Kështu që gjithsesi Allahu i lartësuar e pranon lutjen robit. Por mundi plotësohet kërkesa robit, kërkesa që bën, ose Allahu ja ruan për shpërblim në ditën e gjykimit, por plotësimi i kësaj kërkese për robin s'është në të mirën e tij. Allahu është i urtë, ai bën punët me urtësi dhe mundet që kjo plotësimi i kësaj kërkese të mos jetë në të mirën e këtij robi, ose Allahu i lartësuar i shmang një të keqe këtij robi. Njëherë profeti dhe shokët e tij kanë qenë në një udhtim. Dhe siç tregon Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sa herë që ngjiteshin në një kodër, sa herë që ngjiteshin në një tatpjet, bënin tekbir, Allahu akbar. Po kështu edhe kur zbristin, me zë të lartë. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam u thot: o njerëz, irba'u ala anfusikum, thot më but, mos e mundoni veten. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, sepse ju nuk po i luteni një shurdhi apo një papranishëm. Përkundrazi, po i luteni atij që është dëgjues dhe shikues, sipas transmetimit tjetër, dhe të afërt. Inna alladhi tad'unahu aqrab ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Thot vërtet, ai të cilët ju po i luteni është më afër jush se sa qafa e deves. Pra Allahu është më afër robit se sa qafa e deves në dijen e tij. Në dijen e tij është afër robit, subhanahu wa taala. Ndërsa ndaj robëve besimtar, Allahu i lartësuar është afër dhe me kuptimin që ja pranon lutjen, e ndihmon dhe jep sukses. Allahu shpërblet me të mira, e nus Allahun të bëjë të dobishme këto që u shpjegova. Alhamdulillahi rabbil alamin.